keni ardhur në një kanalin tim, në një video, në një vlog të ri. Jemi tek ditari im digital, që është një nga gjërat që ndoshta nuk do resht kur së filmuari dhe së bëri këtë që ju po shikoni. Nuk e di sa më kuptoni që unë jam me hun të bllokuara, fort mirë, kam bërë pak make-up ndoshta që nuk dukem, por syt i kam shumë sikur më janë mbledhur më të vegjël se që kam unë zakonisht. Nuk e di pse më ka nisur kjo periudha e vjeshtës, vetëm me të sëmurur, por jemi okay për aq kohë sa ngrihemi në këmbë, gatuajmë, lajm, shpërlajm, mësojmë, dalim, ecim, jemi okay. Në fakt është fundjava e parë që unë nuk po iki në Vlorë te familja ime, edhe ndihem shumë keq, përveç se ndihem shumë keq, më duket sikur këtu tek Voleja kam ngelur vetëm unë edhe ndoshta 10 studentë të tjerë që s'kan ikur në për familjet e tyre. Është një qetësi, nuk di t'ua shpjegoj, nuk dëgjoj fare zhurmas në korridore asnjë gjë, edhe u mërzita që si ka. Nuk i ka për shumë arsye, sepse dje kisha për të bërë thonjë deri vonë që ishte e premte, dhe nuk isha mundësi italian në për ditë të tjera, sepse shkollë, mësime, punë, plus sot dita ime kishte vetëm xhirime dhe unë tani që kam hapur video në shora 1 e drekës, që në fakt dua të ha edhe drek dhe po mendoj të ulem poshtë tek mesa, meqense jam pak si e lodhur të gatuaj, si thash unë që parë, pra aq kohë sa ngrihem gatuaj, bla bla bla. Në fakt sot jam e lodhur dhe prandaj nuk do mendoj që të vë tigan edhe tenxhere në prizë, në zjarr. Si që thash, dje bëra thonjë dhe këtu janë thonjë, doja diçka të veçantë, diçka që nuk e shoh kudo, dhe këtë ngjyrën navy blue nuk e kam parë kudo, të jem e sinqert, kam parë kudo me ngjyrën vishje, burgundy, atë të kuqen e errët. Dhe doja një gjë të tillë dhe ç'a kemi bërë? Kemi shtuar edhe një efekt perle pasqyre tek Era Nail Studio, që do ua lë tagun këtu poshtë dhe të shkoni t'i hidhni një sy, sepse i ka çmimet vërtet shumë ekonomike. Mos gaboj, thjesht gjeli ka 10.000 lekë, tipsin e ka 12, ekonomike, punon shumë mirë. Why not? Juve mezi po prisni për faktin që unë kisha shkruar që po ju mbaj diçka të fshet. Akoma nuk është finalizuar, prandaj nuk mund ta them, por mund të them diçka tjetër, që edhe kjo po prapë është shumë e bukur, që kam nisur një punë online si content creator, dhe ka të bëj kryesisht me kurset e huaja, kryesisht me gjermanishten, atë që unë përfaqësoj, dhe jam shumë e lumtur që atë periudhë timen të gjermanisë e kam përvetësuar aq me gjermanishten sa unë mund të krijoj content në gjermanisht. Ndonjëherë mendimet të çojnë sikur do harrohet gjermanishtja, por kur e mban kështu aktive, nuk harrohet. Edhe më pëlqen shumë që atë gjë që, okay, unë e mbylla një kapitull, por gjermanishten e kam me vete, të mos e lë thjesht këtu, por ta shfrytëzoj këtë gjë që unë e di. Dhe ku ka më mirë se sa ta shfrytëzosh për punë që të marrësh dhe të ardhura. Nëse jeni kurioze se ku unë kam filluar që të krijoj content, do ju lë faqen këtu poshtë, të shkoni t'i hidhni një sy në Instagram. Një fun fact për këtë faqen është që ka qenë biznesi i parë në jetën time që kam bashkëpunuar në lidhje me këto rrjete sociale, dhe ka qenë një video diku këtu edhe në 2023-shin, mos gaboj, ose 2022-shin, nuk jam shumë e sigurt. Dhe fakti që janë rikthyer pas kaq shumë vitesh më bën shumë happy edhe krenare, sepse të rikthehesh do të thotë që kam besim tek ti. Njësoj siç brendi i Rias, që është një nga faqet më besnike që unë bashkëpunoj për veshje, edhe pse në Shqipëri unë i marr edhe i sjell këtu. Për fustanin e kam marr aty dhe më pëlqen shumë se sa bukur që më duket si ndonjë personazh filmash, nga këto filmat shumë aesthetic, shumë të pastra, shumë dreamy. Kam ëngët kështu të bukura me këtë pjesën si lastik dhe pjesën pas e ka me zinxhir. Vjen deri këtu dhe pastaj këtu vjen i lirshëm dhe i derdhur, dhe mua po më pëlqen të shumë, dhe me që koha ka filluar po ftohet dhe unë nuk mund ta vesh në Tiranë, thash e di ç'a, po e vesh në shtëpi. Edhe videot e fundit që kam xhiruar për Global Talk, i kam xhiruar me këtë fustanin kështu të bukur, shumë vjeshtor. Ka qenë një nga pikpyetjet e mia nëse shumë biznese do kontaktojnë me mua kur unë të jetoj në Shqipëri, flas për bizneset e huaja.
Dhe ka qenë një frikë e kohë sepse të gjitha bizneset e huaja më kanë kontaktuar dhe bashkëpunimet vijojnë njësoj sikur të isha në Gjermani. Vetëm se unë i porosisë në Gjermani i lë me adresa atje edhe i dërgoj dhe i sjell vet nga Gjermania për në Shqipëri. Si do thoni ju, kisha mami dhe babin para pak kohësh, para pak ditësh? Mi sollën ata. Do vi Armando këtë javë që vjen, do mi sill Armando, mbas 2 javësh do vi Anja, do mi sill Anja. Mbas 3 javësh ndoshta shkoj unë, nuk e di këtë, bashkë me të dashurin tim, kemi një dëshirë dhe një plan, por ende asgjë të pavendosur. T'ju tregoj dhe se çfarë gjëra të tjera kam zgjedhur. E nis me këtë bluzën e zezë sepse e kam shumë të thjeshtë për ta prezantuar, sepse për ju nuk është e panjohur, por është në këtë video këtu që ju po shikoni që unë e kam postuar edhe në kanalin tim. Është shumë e bukur, vjen si rjet, ka këto pjesën e trantellës tushë elastike dhe jo që mund të griset kollaj. Një fustan tjetër që kush më ka ndjekur te Global Talk e ka parë që unë e kam veshur aty kur kam xhiruar videot e para. Është shumë i bukur, ka këtë ngjyrë si në kafe të pjekur, si në burgundy, me këtë pjesën e jakës. Vin edhe aromë parfumi nga që e kam veshur, unë i kam marrë masa M, që është goxha e plot, e ka materiali njësoj si nga jashtë edhe nga brenda. Juve ju intereson, në description do gjeni linket, kodet, edhe për zbritje sigurisht sa ata gjithmonë kujdesen të m'japin kod për juve. Dhe le ta provojmë. Teta e vesha, shikoni pak se sa bukur që ri dhe më shkon edhe si ngjyrë. Këtë po mund ta vesh dhe në shkollë me një pal xhinse me një pal çizme. Dhe e fundit nuk mund të mos ishte një bluzë, si thon katemi, shumë e bukur edhe kjo, sidomos darkave, po edhe ditave, është shumë e bukur me një pal xhinse të bardha ose dhe xhinse të zbardhura me ndonjë fund gjan yll. Gjitha veshjet vijnë me etiketat e veta, por unë i kam hequr nga që i kam veshur dhe nuk është hera e parë. Okej, ngjaka shumë bukur, sidomos edhe me thonjë, sa po e shikoj tek pjesa e pasqyrës, sa e dekoltes, të tregon fantastike fare. Më pëlqen shumë. Okej. Është e rësuar, jashtë po bie shi, sa po ra dhe një vetë tim, është shumë freskët. Kam hapur gjysmë në fakt dritaren tim e sipër, kam pozicionuar edhe laptopin dhe tavolinën tim të punës të mësimeve këtu dhe po mendoj që të studioj tani, ta kaloj pas ditën time ose darkën time më saktë kështu, por u kujtova që kisha bler disa gjëra cute edhe më duhej një nga ato gjëra që ishte kryesisht Stirolabs për ta përdorur tani në dark. Edhe thash, ok, po a tregoj juve para se të nis mësimet. Ky është një nga dyqanet që është hapur së fundmi në Tiranë, në QTU edhe në Teg mos gaboj, dhe quhet Flying Tiger Copenhagen. Më kujton shumë Zostren e Grene në Gjermani dhe ka gjëra shumë të lezetshme. Gjëja e parë që bleva ishte ky tote bag pink me këtë shkrimin këtu Forever Young. Shkuam atje bashkë me disa shoqe edhe blem shumë gjëra të gjitha, po nga që akoma nuk njihemi mirë edhe akoma nuk kam bërë një haul bashkë me shoqet e mia. Gjërat e para që mora janë këto dy lugët që janë gold, por shikojeni pak se sa të bukura që i kanë këto kërpudhët këtu sipër. Bashkë me to mora edhe një pjatë që është edhe kjo po prap me kërpudhë. Është shumë e lezetshme, më pëlqen shumë. Kjo më duket kushtoj diku te 4.000 lek, kurse lugu diku te 2.000 lek. Kombinojnë shumë bukur bashkë. Këtë që mora e ka marrë Meçi bashkë me një shoqen time që quhet Klesa, edhe është një Stirolabs në fakt me kërpudhë te pjesa e sipërme. Dhe paketimin e ka shumë të lezetshëm. Prisni t'ua tregoj tash paketoj. Shikojeni pak. Është shumë i cute. Mezi po pres tani që të filloj me shënimet e mia gjatë leksioneve. Dhe
e fundit, e di që ndoshta është pak herët, po ishte ky kalendari që ishte dhe si blog shënimesh 2026 që hapet flet pas flete dhe ka për çdo muaj një flet ku ka kalendarin, gjithashtu dhe tracker index, gjëra që ti mund të bësh shënim, nuk duken shumë mirë se jemi darkë dhe s'ka dritë natyrale, por kështu duket çdo muaj është po njësoj dhe më pëlqen shumë për arsye se mund ta hapësh dhe mund ta lësh kështu në tavolinë. Ngjan tepër lezetshëm edhe ngjyrat sidomos përshtaten shumë me vibe-in e dhomës time. Vesha rob dishanin tim prej pellushi dhe kam kaluar mbi gjysmore që jam ulur para kompjuterit. Kam marrë disa fruta të thata, kryesisht disa stika, edhe një amit me qershi, edhe hapa laptopin për të mësuar, por pash që trurimi ishte super i ngarkuar. E thash ç'a do bëj, do hap një video në YouTube dhe më doli para që ka postuar Rene Refo një podcast me Ermal Mamaqin. Edhe kam që parë që po shoh këtë, ua super sugjeroj që ta shikoni nëse nuk e keni parë, dhe do merrni një energji shumë pozitive, një mindset shumë ndryshe, nëse mund ta quaj kështu. Edhe bëhet, si thosh, comfort zone. Është ke qef ta dëgjosh. Kemi nisur ditën sot si që pat me një mini market haul shumë të vogël. Bëra disa blerje të disa gjërave që më duhen, kryesisht disa snack që i marr në shkollë kur i ki pa ngrënë dhe të ha ndonjë gjë të vogël. Janë shumë të pashëndetshme, e di, po ndonjëherë kur i ki me nxitim nuk kam kohë që të ha, edhe mos t'i blej në shkollë ndonjë snack të vogël, i marr te marketi këtu, janë edhe më lirë, edhe kurse im para. Gjërat që janë si djath, mish, proshut dhe çdo gjë tjetër të tillë, unë i marr nga Vlora, mi blen mami dhe babi për arsye se ande i njohim se ku mund t'i marrim këto ushqime të mira, bio, gjëra të tilla, dhe këtu jemi në një vend të huaj dhe jemi të pasigurt dhe nuk blej asnjëherë gjëra të tilla këtu. Deri javën e kaluar mami më bënte edhe kosin, ma çonte në një kavanos kështu të vogël, po para një 2-3 ditësh më duhesh kos edhe shkova bleva poshtë tek marketi, mora ato të Erzenit. Dallohet shumë fare dallohet kur ti ha gjithmonë gjëra të mira bio, kosin për shembull që e bën vet. Dallon shumë ndryshe, duke sikur ha pluhur kur ha nga këto kosrat e marketeve. Dhe djathin dhe prosciutën për tost i kam marrë nga Vlora. Sot që është e diel, kthehet ajo shoqja ime që kam 2 dhoma më tutje. Më duket se nuk kam thënë që kam një shoqe 2 dhoma më tutje, që nuk e kam thjesht shoqe, po e kam edhe të afërme, sepse është çupa e xhoxhait të dashurit tim. Edhe ajo do shkoj në Vlorë dhe mami do më mbush një 2 qese me gjëra, me ushqime në një gjë të mirë që unë nuk munda ta haja dot këtë fundjavë, edhe do mi dërgoj me atë. Unë do bëj një tost të ha tani, se sot na pret akoma një ditë tjetër e gjatë, nesër kam provim, duhet të mësoj. Është e diela Sunday Funday? Nuk është shumë Sunday Funday. Ndonjëherë pyes veten si ju del koha, edhe të dilni, edhe të mësoni, edhe të bëni 1 milion gjëra të tjera. Si ju del koha? Unë kuptoj te vetja ime që në një moment të ditës mezi e pres të them që tani nuk kam ç'a bëj, nuk vjen kurrë ky momenti tani nuk kam ç'a bëj, se dhe nëse do jem një moment që jam e lirë, e di që do marr mamin, babin, do marr njerëzit e mi që të flas se ikën dita aq shumë shpejt edhe nuk e kuptoj si më ikën. Vetëm kur pash që kisha me nënën 10 ditë pa folur, nuk e kisha kuptuar 10 ditë pa folur me nënën. Jetë e vrrullshme. Po megjithatë, mua më pëlqen shumë që jeta ime është kështu, është gjithmonë aktive, kam gjithmonë gjëra për të bërë, jam produktive më shumë, nuk e imagjinoj dot faktin që të ri
thjesht me orë të tëra dhe mos të kem çfarë të bëj. Është e lodhshme, patjetër që po, por ndihem më mirë, ndihem sikur po bëj gjëra për veten time, jo sikur po bëj gjëra për veten time, ndihem produktive. Pavarësisht në qoftë ajo thjesht një hobi apo një punë apo diçka, mirë është ta mbaj veten aktive dhe mos a lëm veten në gjumë edhe gjatë ditës. Rafti këtu, me sa duket, është bërë për të pastruar, është rafti i snekëve. Dikush se çfarë ka derdhur këtu, që ai dikush jam vetëm unë, sepse askush tjetër nuk hyn në këtë shtëpi. Edhe ta pastroj që të mund të fus gjërat e tjera. Luftëtarët e mi, shampoja me ginger që ka marrë që në Gjermani, është e dyta që po mbaroj, dhe Olaplex numër 3, që në fakt nuk është se përdor çdo herë që lahem, por e përdor në ato ditët si sot që kam kohë dhe mund ta bëj dushin me Terezi. Kam bërë një blerje të re këto ditë që nuk e kam treguar. Kisha shumë nevojë për një lares për fytyrën të ri, se këto që kisha më mbaruan i kam së fundmi kështu që po i marr po i nxjerr me pikatore. Dhe shkova te Glow Skin para disa ditësh dhe mora këtë larsin këtu që në fakt ishte edhe në ofertë nga 24.500 në 12.500 dhe është në trajt vajore. Vjen kështu me pump, më pëlqeu shumë, e kam përdorur një 2-3 herë, po ta kuptoni tek pjesa këtu që është përdorur. Shkri make-upin shumë mirë, në fakt isha në më dyshjet e një balmi apo të një vajori. Balm kam përdorur më përpar, nuk është se s'më kam pëlqyer, por jam gjithmonë kështu që hajt të provoj gjëra të tjera. Dhe mora këtë këtu. Dhe goca që ishte në turn te ai dyqan ku unë shkova, më dha edhe një mask për fytyrën që në fakt po ta blija do kushtonte diku te 1.500 lekë. E më dha këtë maskën me vitaminë C që do ta përdor. Në fillim e bëj këtë maskën pak kështu që të hapet të gjithë produkti brenda në të gjithë maskën dhe ta përthifi fytyra sa më mirë. Nuk mbahet mend që kur ka qenë hera e fundit që unë kam përdorur një mask, faktikisht kam nxjerrë në Instagram para sa ditësh edhe një as, nga që nuk kam mundur do t'ju kthej përgjigje një nga një të gjithëve, edhe kam menduar që ta përfshija në këtë vlog, mos ta bëja thjesht një video të plot për Ask Me Question, për answers, që t'ju ktheja përgjigje, edhe mendova që do t'u kthej përgjigje disa për pyetjeve që më vinë më shumë, më shpesh nga juve, por që nuk kam mundësi që t'ju kthej kështu një nga një, jo se nuk dua, por është e pamundur kur je kaq e angazhuar. Një ndjesi shumë të mirë freskie kjo. Në fakt, sot që ishte e diel, e kishim lënë me gocat e klasës me disa nga që do shkonim tek liçeni edhe do bënim një piknik, do merrnim dhe skicat tona për orën e vizatimit dhe do mund të punonim aty ose të merrnim edhe bojra dhe të pikturonim, duke qenë se është dhe pak më ambient i lezetshëm edhe një nga ambientet më të qeta në Tiranë, por koha nuk na erdhi në favorin ton, kështu që e shtym, por kam shumë dëshirë që të shkoj një ditë edhe në Dajt, se është bërë gjithi portokalli edhe nuk duhet ta humbasim si gjë. Shikoj në Instagram që postojnë gocat foto dhe video shumë të bukura nga atje dhe do shohni nëse organizojmë që të shkojmë një ditë në Dajt. Dhe shiu që nuk kam ndërmend të pushoj. Okej, u vesha dhe do më shikoni edhe për një 2-3 minuta
minuta të tjera me këtë masën që ta bëj orarin e plot. Ndërkohë, fillojmë me pyetjet. Shumë nga pyetjet që më vijnë janë kryesisht lidhur me Gjermaninë, Shqipëri. Është kjo që nuk do më ndahet ndonjëherë, më duket, nga jeta ime. Është një pyetje që më ka ardhur, a të mungon Gjermania dhe a do e merri edhe një herë hapin të shkojë sërish për të jetuar tani që e di çfarë të pret, apo e gjen veten shumë në Shqipëri dhe e ke mbyllur atë kapitull? Të përshëndes, edhe unë të përshëndes ty. Faleminderit shumë që merr kohën për të më bërë pyetje. Kthimi im në Shqipëri nuk është se ishte vetëm për një arsye, që kjo arsye të ishte nuk më pëlqen Gjermania, por janë 1001 arsye të tjera që të bëjnë të marrësh një vendim. Shqipëria ka 1001 gjëra të mira që unë atje nuk i kam. Gjermania ka 1001 gjëra të mira që këtu në Shqipëri nuk i gjej dot. Por duke bërë një krahasim me ato prioritetet e mia dhe qëllimet që unë kam në jetë, gjej veten më mirë këtu në Shqipëri, fal Zotit, dhe çdo gjë po shkon ashtu siç unë e kam menduar, ndoshta edhe më mirë. Kështu që nuk pendohem, edhe nëse do ishte ndonjë mundësi rikthimi apo ndonjë gjë kështu, nuk do rikthehesha. Tu kam çdo gjë që më bën mua të jem më e lumtur. Shiko, po heq këtë maskën tani se më duket sikur po jem një njeri ndryshe dhe nuk po flas seriozisht. Mendoj që njeriu shkon atje ku ka familjen, ku ka mundësinë e punësimit më të mirë, gjë që është e ndryshme për secilin nga ne. Duke pasur më pas edhe një lidhje si puna ime për te asaj familjare, vendimet merren edhe pak më ndryshe. Shkojmë gjithmonë atje tek personi apo do mblidhemi atje ku ai person i ka gjërat jo më në rregull, po më të stabilizuara që ka një mundësi të mirë për të krijuar një familje. Nuk ka ndjesi më të bukur dhe më të mirë se sa fakti që jam afër familjes time, edhe jo thjesht ata të na rrisin neve edhe ne më pas të largohemi prej tyre. Gjithmonë do kemi nevojë si ata për ne edhe ne për ata. Është e gjitha çështje këndvështrimi. Dhe e gjitha sipas mundësive dhe hapave që ka çdo njeri. Dhe unë nëse nuk do kisha mundësi, po e them që të vija të jetoja në Tiranë, do ta bëja shkollën në Vlorë. Një pyetje tjetër ishte, a mendon që kostoja e shkollës private në Shqipëri plus qëndrimi në Tiranë është shumë herë më e lartë se jetesa në Deutschland? Më ka ardhur këtu në anonim, sepse në pyetje me emër shumë ndruen të pyesin, nuk e kuptoj pse. Nëse do bëjmë një krahasim të përgjithshëm, jo, shpenzimet në Shqipëri janë më të ulta se shpenzimet në Gjermani. Për arsye se ne këtu nuk pagojmë taksa siguracioni, taksë radio, televizioni, mirëmbajtje, shumë lloj gjëra. Që në Gjermani paguan taksa për këto, shëndetin dhe shumë të tjera. Por nëse bëjmë një krahasim për shembull në lidhje me shkollën, unë në Gjermani isha në shkollë shtetërore dhe ishte diku te 300 euro në vit, kurse këtu në shkollë private çmimi i degës time në çmim të plot ishte 3600-500 euro mos gaboj, por unë e kam përfituar me bursë, kam përfituar më pak. Dhe për këtë gjë nuk mjafton vetëm mesatarja, por duhet të bësh edhe një provim pranimi, gjëra të tilla. Por si çdo shqiptar edhe unë e bëra një llogari shumë të shkurtër këtë muaj që kaloi, pra muajin tetor, dhe nuk shpenzoj aq shumë sa shpenzoja në një muaj në Gjermani. Sigurisht që atje është jetesa më e lartë në nivele më të larta, plus mendoj që këtu në Shqipëri ke edhe pak mundësi më shumë për të zgjedhur, sepse nëse ti nuk ke mundësi që ta marrësh një apartament vetëm, mund ta marrësh me shoqe që i njeh mbi të gjitha dhe mund të ndani pagesat mujore dhe keni gjën shumë herë më të thjeshtë. Kurse në Gjermani janë këto veget që them unë, por janë pak me vështirësi, me rrezik, se ti atje do jetosh me njerëz të tjerë, vendosen rregulla shumë herë më ndryshe, mos i futemi këtyre temave, por që mendoj që ka pak lehtësi më shumë këtu në Shqipëri për këto gjëra. Kush fiton në Gjermani një vend në konviktet shtetërore që është diku te 300-350, mos gaboj, është me fat edhe mund të kursej, por kush nuk mundet dot që të zë një vend në konviktet shtetërore sepse janë gjithmonë thuajse full, është fati i tij i keq. Sepse Anja ka paguar edhe 900 euro shtëpinë në një muaj kur ka qenë më përpara në Gjermani në fillimet e saj. Gjë që jo të gjithë kanë mundësi ta paguajnë. Ndërkohë, një pyetje, si është jeta si konviktore në Tiranë, a të paragjykojnë? Më duket pak pyetje
Shumë me tendencë ofenduese kjo. Jeta në Tiranë si konviktore ose si një studente në rezidencën Fole është shumë e bukur, ke shumë gjëra për të bërë. Ke të gjitha këtu, palestër, mes, kafene, dhomë studimi, kancelari, librari, market, parukeri, mos gaboj, nuk e kam parë mirë, por kam parë diçka aty poshtë. Më duket sikur jetoj jashtë shtetit, jo sikur jetoj në Shqipëri këtu. Paragjykime, jo, po dhe nëse janë tipat si puna jote që gjykojnë në këtë mënyrë, që konviktoret janë të paragjykuara, mendoj që njerëzit gjykojnë sipas mendjes. Domethënë sipas asaj që ata janë. Ajo që nxjerrim në nga goja na bëjnë ata që ne jemi. Nuk është nevoja të thuash apo të bësh gjëra të mëdha, mjafton thjesht hapim gojën edhe kuptojmë se çfarë jemi, kush jemi, nga vim, nga ç'a vim, edhe çdo gjë tjetër. Vazhdojmë me një pyetje tjetër, pse zgjodhe për Unipolisin dhe jo në shtet? Pjesa e diplomës që demek quhet edhe jashtë janë thjesht reklam se s'pi ujë fare. Unë nuk e besoj këtë pjesën fare që duhet jetë diçka shtetërore që të pi ujë jashtë e tjerë. Prit, do ta nisim nga fillimi. Zgjodha Universitetin Polis për disa nga arsye shumë kryesore, ndër të parat që është pjesa e laboratoreve, praktika, seriozitet më në punë dhe korrektësi ndaj pedagogut, drejt neve që jemi student. Ndoshta është shumë çështje private dhe personale për të gjithë ne, por nga historitë e dëgjuara dhe historitë e marra të afërta nga njerëz të afërt më quajnë që të shkoj në privat. Pjesën për sa i përket njohjes së diplomës, I don't care, realisht, do me thënë, sepse njoh që kanë mbaruar dhe universitete pa emër, që ndoshta dhe sot e kësaj dite mund të jenë mbyllur fare si universitete, por fakti që kanë qenë të aftë, kanë shkuar Kanada, në Amerikë, kudo në botë, dhe për mua vlen kur ti shkel apo shkon diku jashtë shtetit, vlen sa javë jetë dhe jo diploma që ti ke. E para kjo, pastaj e dyta, nuk është se e shoh që të largohem jashtë, dhe nuk është se më intereson shumë dhe kjo pjesë. Por, unë di që nëse unë jam e aftë për këtë lloj profesioni që unë do bëj, dyert janë të hapura kudo. Sot nuk hapen dyert me diplom, por hapen me aftësitë që ti ke, njohuritë që ti ke dhe sa javë je. Sa javë je kur ti e merr një punë në dorë. Edhe fundit që do kthej në këtë video, se nuk dua të bëhet shumë e mërzitshme, më ka ardhur një sugjerim që mua më pëlqejnë shumë sugjerime, të sugjeroj që në videot në YouTube të mos flasësh vetëm për shkollën se bëhet shumë boring në video. E di, goca, ju kërkoj shumë ndjes për këtë pjesë, por dua të them që 80% e ditës time është jeta ime si një studente me shkollën, me mësimet, edhe nuk mund ta shmang dot. Por do mundohem që t'ju sjell gjëra më të lezetshme. Do mundohem shumë. Nuk ju premtoj, por do mundohem shumë, sepse siç ju kam thënë, fokusi im në këtë periudhë të jetës time është shkolla dhe vetëm shkolla, dhe gjithë pjesa tjetër që unë bëj është më shumë një hobi dhe diçka që unë dua të mbush kohën time të lirë dhe mos ta kaloj kohën time të lirë duke bërë shëtitur Tiranën apo duke dal xhiro. Okej, jam e qartë besoj në këto përgjigje. Tani duhet të filloj që të mësoj sepse po erësohet edhe po do gdhiet shumë shpejt për në shkollë nëse fillon e erësohet kaq shpejt. Kur i them mamit, më dërgon ndonjë ushqim, i them, edhe pak lule sa për t'i vendosur tek tavolina ime, ndërkohë shikoni pak sa e madhe është e gjithë tufa me lule, jo vetëm disa, po pafund lule. Hajde t'i hapim të shikojmë ç'a na ka nisur, se unë akoma nuk e di, po shkoj që më ka nis edhe banane. Edhe më thoni ju mua, si mund të mërzitem unë apo të pendohem unë me kthimin tim? Ku do gjeja unë që mushi im të më dërgonte lule kaq të bukura, për më tepër nga baçja jon që dhe për aty kujdeset ajo? Jam shumë e lumtur. Mi ka dërguar bashkë edhe me vazo poshtë. Më duket se këtu ka dorë nëna, më duket. Këtu kam mish pule, byrek me spinaq, 2,52. Haribo, no, 20.000 lek. Tani duhet të marr mamin. Nuk jam e sigurt kush ma ka çuar këtë. Shumë të bukura mush. Po ç'a ishte pjesa poshtë? Unë kapa një si vazo. Po këtu kush ma ka nis?
Ka nis gjë nëna ushqime? Jo. I ka nisur mami i të dashurit tim. Unë nuk di ku do t'i fus gjithë këto gjëra. Limona, moll, banane. O zoti, kam hundët e bllokuara dhe ndjej aromën e manderinave. Ka nisur bashk edhe me gjethe. Edhe janë dhe me pika shiu. Vazhdojmë një pako komposto me pjeshk, bejkros edhe lejs jeshil. Ka më ka bërkos. Dhe këtu kemi për fund ushqime. Ëmbëlsirë, kjo është millefeuille quhet. Këtu kemi patate në furrë me mish viçi. Dhe i gjellën me perime që ju thash. Goca, faleminderit shumë që më ndoqët në këtë fundjavën time as pak interesante. Uroj shumë që të jeni kënaqur këtë fundjavë juve të paktën. Mos harroni të më bëni follow edhe në Instagramin tim me emër po të njëjtë si këtu në YouTube Paola Bregova, sepse postoj thuajse content çdo ditë dhe aty, edhe shumë video reel, po pëlqen kaq shumë nga ju, nga të gjithë, edhe ndjem shumë e lumtur. Ne do shihemi në një video, në një vlog të radhës. Deri atëherë ju përshafoj e kalofshit një javë sa më të bukur. Paçi!